mbrëma të gjithëve, me emër të Zotit, fuqimadh dhe mëshirshëm. Nderuar fort lumturia juaj, vllai jon, Zoti Joan. Të nderuar profesorë të komiteteve fetare nga vende të ndryshme, të nderuar profesorë të misioneve shtetërore, diplomatike dhe akademike, zonja dhe zotëri. Kam deri veçantë të ndaj sot disa fjalë për kujtimin dhe mirënjohje për kryebiskopin Anastas, një personalitet me përmasa jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, një udhëheqës shpirtëror që shërbeu paqes, dialogut dhe dinjitetit njerëzor. Kryebiskopi Anastas, madhështia në të bërë dhe në të mësuar, kjo shprehje pasqyron thelbin e jetës dhe misionin e tij. Ai jetoi besimin si përgjegjësi ndaj shoqërisë dhe e konceptoi dijen si mjet për ndërtimin e urave ndërmjet njerëzve, kulturave dhe besime. Në çdo angazhim të tij, ai dëshmoi se feja, kur ushtrohet me urtësi dhe përulësi, bëhet një forcë e fuqishme për paqe dhe mirëkuptim. Në marrëdhënie ndërfetare, kryebiskopi Anastas ishte një partner i çmuar dhe një zë i fuqishëm i besueshëm i dialogut. Ai besonte se bashkëjetesa fetare është një vlerë universale dhe një përgjegjësi e përbashkët, veçanërisht në një botë që përballet me ndarjen, konfliktet dhe pasiguri. Bashkëpunimi ynë u ndërtua mbi respektin reciprok, mbi dëgjimin e ndërsjellë dhe mbi bindjen se paqja ndërtohet përmes veprimit të përbashkët. Në dimensionin ndërinstitucional, ai ishte i vetëdijshëm për rolin thelbësor që institucionet fetare dhe ato shtetërore luajnë së bashku në promovimin e stabilitetit, të arsimit, të solidaritetit social dhe të kulturës së dialogut. Ai shprehu çdo herë se vetëm përmes bashkëpunimit të sinqertë dhe të qëndrueshëm ndaj mund të ndërtohet shoqëri me të drejta dhe më gjithëpërfshirëse. Kryebiskopi Anastas ishte një udhëheqës që fliste me maturi dhe vepronte me përgjegjësi. Në momente sfiduese, ai ishte një faktor qetësues në kohë të ndryshimesh. Një pikë referimi morale, shembulli i tij na kujton se dialogu ndërfetar dhe bashkëpunimi interinstitucional nuk janë zgjedhje të rastishme, por domosdoshmëri për paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në takimin tonë të fundit në Kishën Ortodokse, u prita me një mirëpritje të jashtëzakonshme me respekt të thellë, si çdo herë nga fortlumturia. Me kryebiskopin zhvilluam një dialog vëllazëror, njerëzor, pavarësisht gjendjes shëndetësore të tij, të pasur me urtësi dhe përvojë shpirtërore, që reflektonte thellësinë e tij si udhëheqës. Gjatë këtij bashkëbisedimi të rëndësishëm, diskutuam çështje kryesore ndërfetare dhe mënyra për të forcuar bashkëpunimin dhe dialogun konstruktiv mes komiteteve tona. Angazhimi i tij vazhdueshëm në Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë ishte dhe është një shembull frymëzues në vijimësi të traditës së bashkëpunimit me të ndjerin Axhile dhe Babare Shatbardhin, si dy nismëtarët e themelimit të KNFSH-s, duke thelluar lidhjen historike dhe shpirtërore mes besimeve. Ky dialog vëllazëror më shërbeu si një kundërfyes i çmuar për të ushqyer edhe më tej marrëdhëniet e forta, respekte reciprok dhe bashkëpunim të qëndrueshëm ndërfetar, duke ndërtuar ura besimi dhe vëllazërie mes komiteteve tona. Sot, duke nderuar kujtimin e tij, ne riafirmojmë angazhimin tonë të përbashkët për të vazhduar rrugën që ai mëshiroi me dinjitet, rrugën e dialogut, të respektit reciprok dhe të shërbimit ndaj njerëzit, për te kufive, kulturave dhe besimeve. Në përmbyllje, do të kujtoj figurën e kryebiskopit Anastas me një thënie që pasqyron thelbin e jetës dhe misionit të tij sipas meje. Besimi që nuk zhndrohet në shërbim ndaj tjetrit, humbet kuptimin e tij më të thellë. Ai bëhet i gjallë vetëm përmes përkushtimin ndaj të tjerëve dhe veprave që lënë gjumë të përjetshme shpirtërore. Qoftë i përjetshmëria e tij dhe frymëzimi i vazhdueshëm për paqen dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve dhe institucioneve tona. Zoti na bekoft gjithëve. Amin.